Bismillahirrahmanirrahim. Gjidhemi pikërisht në këtë vend të bukur që Allah i madhëruar e ka kriju dhe ka zbukuru dhe ka bërë të mrekullueshëm. Edhe kjo bukuri korrespondon me të ajetin ku Allah i madhëruar thot: "Hadha khalqullah, faruni madha khalaqa alladhina min duni, bal adh-dhalimuna fi dhalalin mubin." Kjo është vepër që është nga krijimi i Allahut madhëruar. Më tregoni ju, pos Allahu xhaleshanu, çka krijuat? Çka vepruat? Jo, asgjë. Mirë po me të vërtet, zullumçarët, mizorët janë me një humbje të qartë. Nëse hedhni një shikim se si Allah i madhëruar ka instaluar dhe ka krijuar natyrën e bukur, ka krijuar malet, fushët, lumenjet, kjo vetëm se na shton bindjen në Allahun e madhëruar se Allah është krijuesi më i mirë. Andaj, ja vlen të dalim në natyrë, të shijojmë këto që Allah i ka krijuar, të na shtojë bindjen, besimin në Allahun xhaleshanu, edhe kështu edhe formohemi dhe bëhemi besimtar më të mirëfillt.